mund të them faktor kyç, sidomos në luftën e Ukrainë, pastaj proceset që po ndodhin në linjë të afërt, konfliktin në Siri, mendoj në Azinë Qendrore, po ashtu një faktor, ne kemi në luftën e Nagorno-Karabakh me Azerbajxhanin dhe po ashtu mendoj që edhe në aspektin e fqinjve dhe pjesë të post-detit të zi në raportet ruse-turke dhe ndikimet në të sferat të interesit, mendoj po ashtu në politikën e tyre në Ballkan dhe mendoj që nuk rrezikohet drejt për një vlim popullor, me qenë se programet e ndokuj mund të jenë apetitet e tilla që ta shndrojnë kaos, me qenë se edhe bota është në kaos, më them drejtën. Kemë bëjmë vetëm këtë rast, po rasti konkret që ka ndodhur tash me një lider të opozitës në Turqi. Mendoj që është larg të qenit të rrezikuar, sepse aparati në Turqi i forcave të sigurisë është jashtëzakonisht i fuqishëm dhe e dyta për të krijuar kontura duhet krijuar elementi kurd, për shembull në pjesën lindore dhe jugëlindore të Turqisë. Është me ndikim mirë, po aty ka ndonjëherë edhe aksione të armatosura. Dhe mendoj që nuk ka të bëjë, meqense harrova të potencoj që akuza për terrorizëm duket dje është rrjekur. Ka mbet vetëm akuza për antikorrupsion. Për korrupsion. Dhe mendoj që në këtë drejtë në pyetjen e juaj për jem ndoshta larg asaj mundësisë që Turqia të rrezikohet ose Erdogani si presidenti i vendit. Besoj që vizita e nesërme edhe 2 ditore në SBA e Hakan Fidanit ka rëndësi të madhe, sidomos do të bisedojnë pika shumë të rëndësishme. Dhe mendoj që Turqia në kohën e administratës Trump, mendoj që ka një përparësi, po të ishte Bideni, do të situata do ishte më komplikuar, por me ardhjen e Trumpit besoj që një lloj dostumi ekziston në raportet Trump-Putin, Erdogan, dhe mendoj që në këtë drejtim nuk do të ketë, mund të kemë polarizim në Turqi, polarizimet e tilla kemi pa edhe me Gazi Park, që ka qenë do thotë periudha kur është pas grushtetit 2016, ka pas tentativa të ndryshme për të krijuar protesta të ndryshme të tilla, por besoj që këto do të jenë kaluese dhe Turqia momentalisht gjendet para, mund të them, një virusi të cilin mendoj që do ta kalojë. E qartë. Mirë, zoti Bilali, ndjekim insertin dhe rikthehemi sërish. Ushtria izraelite tha se rrezoi një raketë lëshuar nga Jemeni. Raketa u pikas nga sistemet e mbrojtjes dhe udhëzua para se të hynte në territor. Sulmi paraqet një përshkallëzim të situatës mes Izraelit dhe rebeleve jemenas, Houthi, të cilët mbështeten nga Irani. Sipas Radio Evropa e Lirë, rebelet jemenas morën përgjegjësinë për sulmin, duke thënë se grupi gjuajti një raketë balistike në drejtim të aeroportit Ben Gurion afër Tel Avivit. Sulmi çoi në pezullimin e trafikut ajror në këtë aeroport për disa minuta. Megjithatë, autoriteti që menaxhon aeroportet në Izrael tha se aeroporti nuk o prek. Zëdhënësi rebelit Houthi, grupi shpallur terrorist nga Shtetet e Bashkuara, pa ofruar asnjë provë, pretendoi se rebelët e dielën kishin kryer sulme dhe aeroplan mbajtësit amerikan. Në detin e Kuq, rebelët Houthit së fundmi janë zotuar se do të përshkallëzojnë sulmet, përfshirë sulme ndaj Izraelit në përgjigje të sulmeve të kryera nga SBA-ja më herët gjatë këtij muaji, që përbëjnë operacion më të madh ushtarak të SBA-s në lindjen e mesme, që kur presidenti Donald Trump u kthye në shtëpinë e bardhë në janar, shkruan Radio Evropa e Lirë. Mirë, zoti Bilali, apo e çon sulmi i rebelëve Houthi lindjen e mesme drejt një lufte të hapur? Po thon drejtë, lidhja mesme nuk mund të ketë pas dhe qetësi, edhe pa Houthi. Mendoj që është një momentum ku Iranit në këtë rast i vetmi proks ose përkraje në rrezikimin, mund të them, të asaj që quhet aleancës për lidhjet që ka deti Kuq në aspektin e tregtisë ndërkombëtare, ndarjen e kanaleve të Suezit, por ajo që është më e rëndësishme territorin e Izraelit për të goditur, do thotë është vetëm mundësi sot me arritjen e asaj çka ka ndodhur në Siri.
por besoj edhe dobësimin e forcave të përkrahjes boshtit të rezistencës që quhet nga Irani përmes Irakut, ka një dobësim, mos flas patjetër për dobësimet që janë bën në Liban, me goditjet që është dhe luftën që është zhvilluar paralel me Gaza. Mendoj që Houthi dhe Jemeni ka një rëndësi strategjike për Iranin në këtë rast, dhe mendoj që do të shfrytëzohet në mënyrë indirekte nga Irani, sepse mund të them edhe potenciali që posedon Houthi në Yemen është kryesisht armatim mund të them me ardhur nga Irani, dhe mendoj që goditjet raketave të tilla të tipit mund të them edhe ballistik që goditen në Izrael, sidomos në jugun e Izraelit, në portin e jugut, por edhe në aeroportet e Tel Aviv që ka qenë caktë, është arritur të kapet nga sistemi mbrojtjes kontraerore izraelite. Në atë moment kur është prishur pushimi në Gaza dhe fillimi i sulmeve të tmerrshme izraelite mbi popullatën gaziane në këtë javë të fundit, mendoj që atëherë edhe automatikisht Houthi ka ngritur aktivitetet e veta, si lloj përkrahje për palestinezët. Por mendoj që rrezikohet paqja në lindje të afërt, mendoj që paqe nuk mund të kemë përderisa kemë konfrontim dhe mund të them